Tre ish përgjegjës së fabrikës së Gërdecit, Dritan Minxholli, Sokol Ngjeci dhe Besnik Dauti nuk pranuan të dëshmojnë në gjyqin ndaj ish-ministrit Fatmir Mediu në gjykatën e posaçme, pasi janë dënuar në procesin e parë për tragjedinë e Gërdecit. I vetmi që foli në seancën e radhës ishte Rezar Tërshana, ish-vartës i Mediu të Ministrinë e Mbrojtjes, i cili mohoi të ketë pasur ndërhyrje nga ministri, dhe pas tij i pandehuri Mediu tha gazetarëve se dëshmia e Tërshanës duhet të pasohet edhe me dëshminë e tij, për të cilën ka 17 vite që pret. Përfaqësuesi, shefi i sektorit drejtorisë juridike, çmoi që çdo akt që ka nxjerrë ministri ka qenë në përputhje me ligjin, me VKM-n dhe detyrimet ndërkombëtare. Avokatët, padyshim që jam i gatshëm të pyesim për çdo gjë, kanë pritur 17 vjet për të pyetur, por çështja është që domethënë kohën dhe si, domethënë është një konsulencë që unë duhet ta bëj nuk dua të ketë akt formal të pyetjes time. Në seancë edhe një tjetër kërkesë autoriteteve amerikane, të cilët duan të plotësohet letër porosia e SPAK për marrjen në pyetje të 5 shtetasve që kanë qenë punonjës të kompanisë SAK, mes tyre dhe Patrick Henry, dëshmi e cila me 6 do të bëhet me videokonferencë më 12 maj. Ndërkohë seanca e radhës do të mbahet më 13 mars të këtij viti. Kujtojmë se nga shpërthimi në Gërdec, në fabrikën e demontimit të municioneve në vitin 2008, humbën jetën 26 persona dhe u plagosën disa të tjerë.